Gjuhën që Allahu xhalleshanuhu është një begati që Allahu ja jep njeriu. Allahu kur e krijon njeriu në formën që jemi sot, ja jep edhe gjuhën, e cila është një nga begatit më të mëdha të njeriu, që ja jep Allahu xhalleshan. Sepse me këtë gjuhë që e ke ti dhe unë, ne mujna me dëshmu se Allah është një. La ilaha illallah. Muna me dëshmu se pejgamberi alayhis salam është pejgamberi i fundit. Muna me dëshmu për punët e tona. Muna me fol fjalë të mira. Muna me afru njeriu. E muna me bo shumë punë të mira, muna me fitu xhenetin, që thot Ibn Kaimi me 4 fjalë ndërtohet xheneti, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Andaj duke ti e përsërit fjalët e mira të cilët na ka kallëzuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, ti e fiton xhenetin. Por edhe kjo gjuhë ti mundesh me fitu edhe xhenemin. Me gjuhë ti e fiton xhenetin, me gjuhë ti e fiton edhe xhenemin. Me gjuhë ti mundesh me afru njeriu, me gjuhë ti mundesh me largu edhe njeriu. Andaj gjuha është helm çka ti e nxjerr nga goja jote, edhe mundet me depërtu të njeriu. Po mundet me dalë edhe mjalt nga goja jote që ti me afru njeriu. Është një krijesë e vogël e çuditshme, por ka shumë peshë të Allahu xhalleshanuhu, nëse ti e shfryzon për të mirë, pa dyshim se kime pas se vapin të Allahu. Nëse ti e shfryzon për të keqe, krejt punët e tuja do të shkojnë huç.